Shikues të nderuar, jemi rikthyer sërish së bashku në studio drejt për së drejti për të vijuar në këtë çaste me të tjera zhvillime. Do të ndalemi pak tek Partia Demokratike dhe opozita në tërësi që kanë kërkuar tashmë mbledhjen e Këshillit të mandateve ditën e sotme në orën 11:00. Kërkesa e ligjvënësve opozitar ka të bëjë pikërisht me shqyrtimin e kërkesës së SPAK për t'i hapur rrugë kështu edhe autorizimit kuvendit për heqjen e mandatit të deputetes zonjës Belinda Balluku, e cila njëkohësisht mban edhe postin e numrit 2 të qeverisë dhe drejton Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Unë do të kem në këtë moment e kolegen Marsi Korreshi, e cila do të na jap detaje më të hollësishme në lidhje me kërkesën e bërë nga opozita dhe se çfarë pritet të prodhohet ditën e sotme, duke patur parasysh edhe indiferentizmin e mazhorancës gjatë mbledhjeve të shkuara. Marsi, përshëndes. Të përshëndes Eneda, për të tretën herë radhazi, Partia Demokratike kërkon mbledhjen e Këshillit të mandateve, por mazhoranca ka braktisur këto mbledhjet dhe më shumë gjatë kështu do të ndodhte edhe ditën e sotme, pasi është artikuluar publikisht nga socialistët që nuk do të ketë mbledhje të Këshillit të mandateve për të shqyrtuar kërkesën e SPAK-ut sa i takon heqjes së imunitetit të Belinda Ballukut për t'i hapur rrugë arrestimit të saj, me argumentin e përdorur nga socialistët se duhet më parë që të shprehet gjykata kushtetuese lidhur me këtë çështje dhe më pas të ketë një mbledhje të Këshillit të mandateve. Ndërkohë, nga ana tjetër, opozita kërkon me çdo kusht që kjo mbledhje të bëhet brenda këtij muaji, duke qenë se na ndajnë vetëm 2 ditë nga viti i ri, ndërkohë që socialistët kërkojnë që mbledhja të bëhet pas 12 janarit, atëherë kur është parashikuar mbledhja e gjykatës kushtetuese. Mazhoranca ka refuzuar të 3 herët ku antarët, 5 antarët e Partisë Demokratike në Këshillin e Mandateve janë mbledhur të vetëm, mazhoranca i ka braktisur këto mbledhje, ndërkohë që antarët e Partisë Demokratike të pranishëm kanë kërkuar vijimin e mbledhjes, duke theksuar se me 5 antar plotësohet korumi dhe çdo vendim i marrë në këtë mbledhje me vetëm antarësitë të Partisë Demokratike është i lishëm. I gjithë ky proces dhe bojkotimi dhe mosmarrja pjesë e mazhorancës në mbledhjen e Këshillit të Mandateve është cilësuar nga opozita si një përpjekje për bllokimin e drejtësisë dhe për të mbrojtur Belinda Ballukun, duke penguar drejtësinë që të marrë masat që ka kërkuar, pra arrest shtëpie ose arrest me burg për Belinda Ballukun, por më parë do duhet që asaj t'i hiqet imuniteti për t'i hapur rrugë SPAK-ut që të veprojë në këtë rast. Pra duhet të ketë një vendim të Këshillit të Mandateve, pastaj një votim në kuvend, të cilën që në krye të herës në fakt kreu i qeverisë Edi Rama ka paralajmëruar se mund të ketë një vot të kundër të mazhorancës me fuqinë e saj të kartonit për të bllokuar dhe për të mos lejuar heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres numrit 2 të qeverisë pas hetimit që ajo është marrë tashmë e pandehur nga SPAK për aferën me tunelin e Llogaras, por jo vetëm, edhe ato me lotet e Unazës, vetëm për aferën me tunelin e Llogaras bëhet fjalë për 50 milionë euro të vjedhura, ku dyshohet dhe akuzohet drejt për drejt zëvendës kryeministrja Belinda Balluku. Edhe në ditën e sotme, Partia Demokratike do të vijojë këtë mbledhje dhe do të kërkojë heqjen e imunitetit të Ballukut për t'i hapur rrugë drejtësisë. Mazhoranca do të përdorë të njëjtin skenar, nuk do të marrë pjesë në të, ndërsa duhet kujtuar që në mbledhjen e fundit të kërkuar nga Partia Demokratike ka ndodhur edhe një rast i cilësuar si pa precedent nga Partia Demokratike, që nuk janë lejuar media të futet dhe të marrë pjesë. Pra kuvendi i ka kyçur dyert për antarët e Partisë Demokratike për ta vijuar këtë mbledhje dhe nuk janë lejuar as gazetarët për shkuar atje dhe për ta raportuar. Do të shohim nëse do të përsëritet ky skenar edhe në ditën e sotme, pra do të ketë një kyçje të dyerve të kuvendit, apo do të ketë një mbledhje që ashtu sikur se ka ndodhur në herën e parë që Partia Demokratike ka kërkuar që mbledhja të realizohet, por është refuzuar nga mazhoranca, ku kanë qenë të pranishëm vetëm antarët e Partisë Demokratike. 5 antarët e saj kanë mbajtur fjalën e tyre, kanë kërkuar që zëvendës kryeministres t'i hiqet imuniteti, por ashtu sikur se thash, mbledhja është bojkotuar nga ana e mazhorancës.
E qartë. Deri në këto çaste kanë filluar janë mbledhur, domethënë, pritet që të nisë nga momenti në moment. Mbledhja është parashikuar në orën 11, por nuk e di çfarë pritshmëri e kanë konkretisht opozitarët në këtë rast. Në orën 11 është thirrur mbledhja ditës së sotme, pak minuta më herët kanë bërritur kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, i cili është një prej 5 antarëve të Partisë Demokratike, edhe pritet të mbërrinë edhe 4 antarë të tjerë, Oert Bylikbashi dhe antarët e tjerë të Këshillit të Mandateve për të nisur këtë mbledhje, por nuk ka pritshmëri nga ana e opozitës, paktën edhe nga burimet që majoranca do të marrë pjesë, duke qenë se është thënë edhe publikisht, është pranuar edhe publikisht që nuk do të lejon mbledhjet të Këshillit të Mandateve pa u shprehur më parë gjykata kushtetuese në seancën e 12 janarit, ku pritet vendos lidhur për këtë çështje për zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Pra do të jetë sërish një mbledhje nëse do të lejohet në kuvend vetëm me antarët e opozitës në rastin më të mirë, e në rastin më të keq mund të jetë skenari i asaj një ditë më parë ku nuk do të lejohen të mblidhen, do të kyçen dyert e kuvendit, e më keq akoma nuk do të lejohen as gazetarët